këto 60 minuta. Labinot Gjini nga AK-ja do tjetë pas pak me ne në studio ku do të flasim për qëndrimin e AK-s karshi të gjitha zhvillimeve politike e me theks të veçantë në mos konstruimin e kuvendit të Kosovës dhe gjithashtu mos arritje një marrëveshje politike mes partive politike për këtë blokadën cilën po e shohim tash e disa muaj. Por në fillim ju sjellim lajmet kryesore ditës. Tonë sërish konstruimi kuvendit vetëndosja shes si zgjidhje kushtetuese në përledhën kriza është politike, Haxhiu akuzon opozitën për sulme seksiste ndaj saj. Soren Sem për herë të parë fton në Bruksel Bislimin e Petkovicin në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Pas takimit, Bislimi thotë se diskutuan për temat e rëndësishme për palën kosovare. Nuk ka asgjë më të vlefshme se paqja, thot presidenti Osmani në hapjen e forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Ndahen çmime për nënat e Srebrenicës. Keku fton bizneset që s'kan zgjedhur furnizues që brenda 8 ditësh të lidhin kontratë me Kekun. Eris Vanolli thotë se numri i furnizuesve të rrymës dhe konkurenca mes tyre do të rritet. Kuvendi ka dështuar të konstruohet edhe në përpjekjen e 25. Pas dështimit të iniciativës për votim të fshat, përfaqësues të partive politike kanë akuzuar njëri tjetrën për ngërçin në kuvendin e Kosovës. Në vetëvendosje thanë se presin që kushtetuesja sa më parë t'u tregojë deputetëve se si duhet të vazhdojnë tutjet deputetët, ndërsa në LDK thanë se kriza është natyrës politike dhe problemi është politik. Ndërsa kandidatja për kryetaret kuvendit Albulena Haxhiu është ankuar për atë siç ka thënë ajo që po i bën sulme seksiste. Të nderuara deputetët e legjislaturës së 9 kanë dështuar ta konstituojnë kuvendin për herën e 25. Me 104 deputet të pranishëm, 51 votuan për dhe 1 kundër, çka bëri që të dështoj për herë të 17 iniciativa e lëvizjes vetëvendosje për ta themeluar komisionin zgjedhor për votim të fshehtë për kryetar të kuvendit. Deputetët e partisë fituese në zgjedhje thanë se po presin zgjidhje të ngërçit në kuvend, teksa akuzuan partitë opozitare për qasjet siç thanë diskriminuese ndaj kandidates Albulena Haxhiu. Thanë po ashtu se po presin përgjigje nga kushtetuesja për zgjidhjen e ngërçit. Pra i kemi 2 kërkesa cilat po presin përgjigje për t'u trajtuar për gjykatës kushtetuese, ndërkohë që në anën tjetër i kemi një numër të deputetëve cilët për 17 herë radhazi nuk marrin pjesë fare në votim dhe pa mundsojnë krijimin e komisionit për të ecur përpara me procedurën e votimit të fshehtë. Ndërsa kandidatja për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu është ankuar për atë që siç ka thënë ajo, po i bëhen sulme seksiste. Asnjëherë, domethënë nuk kanë vepruar në kundërshtim me interesat e qytetarëve ndaj me Republikën e Kosovës, për dallim që shumë prej deputetëve të opozitës në të kaluarën kanë votuar kundër interesave të Republikës së Kosovës. Shqetësimi im në këtë drejtim është që këto sulme, të cilat janë seksiste, të cilat janë mizogjene, të cilat hyejnë gratë, mendoj që i dekurajojnë gratë tjera që të marrin pjesë apo të jenë pjesë aktive e politikës. E nën kryetarja e PDK-s, deputetja Vlora Çitaku, edhe njëherë kërkoi reflektim nga lëvizja vetëvendosje. 140.000 punëtorë po rrezikohen, familjet tona po rrezikohen, e në ndërkohë kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe njëherë bëjmë ftesë për reflektim, Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh veç e veç. Në lidhjen demokratike thanë se kontributin e tyre po e japin me pjesëmarrje në kuvend, por se nuk do ta votojnë asnjë kandidat të LVV-s. Kryetari i kësaj partie, Lutfi Haziri, tha se nuk mund të priten zgjidhje nga gjykata kushtetuese për një krizë që është politike. Dhe një marrëveshje politike është për te urgjente sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në radhë parë. Më vonë edhe të ekzekutivit me legitimitet që ka dalë për 9 shkurtit e pa mundson me mirëmbajtja kujdestaria në qeveri edhe ashtu me probleme, sepse edhe deputet edhe ministër nuk funksionon, nuk është e drejtë, nuk është legjitime. Bën këtë vend që me pauzu. Në mungesë të pajtimit për të dalë nga ngërçi politik, për herë të 26 deputetët pritet të mblidhen më 4 qershor nga ora 11. Përpjekja e parë për konstituimin e kuvendit u bë më datën 15 prill.
Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se bizneset që nuk kanë zgjedhur furnizues të energjisë pas liberalizimit të tregut kanë kaluar automatikisht te furnizuesi i mundësisë së fundit që në këtë rast është përcaktuar të jetë jo ndërmarrje. Sipas njoftimit, afati ligjor për furnizim nga furnizuesi ka filluar me 1 qershor dhe afati për lidhjen e kontratave me Kekun si furnizues është 8 ditë nga kjo datë. Për këtë qëllim Keku i ka lutur bizneset që menjëherë ta kontaktojnë. Bazuar në vendimin e zyrës së regulatorit për energji nga data 1 qershor i këtij viti ka filluar zyrtarisht liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë. Sipas vendimit, bizneset me mbi 50 punonjës ose 10 milion euro qarkullim vjetor duhet të gjejnë furnizuesit dhe çmimi nuk do të jetë i rregulluar si në rastin e bizneseve më të vogla dhe ambicërive nga zërëja. Ndryshe nga e djela, kur çmimi mesatar i bler nga Korporata Energjetike e Kosovës në bursën shqiptare të energjisë elektrike Alpex ishte 64,55 cent për megavator, vetëm pas një dite ky çmim ka shkuar në 86,75 euro për megavator. Me këtë çmim të kontraktuar do të furnizohen të hënën ndërmarrjet që kanë dalë në treg të hapur të energjisë pa kontratë furnizimi. Këtë çmim ministra në detyrë ekonomisë Artane Rizvanolli ka cilësuar si konkurrues. Derisa ka njoftuar për çmimin e sotëm të kontraktuar nga Keku, ajo ka lavdruar Alpexin si tregun që operon me standardet më të larta të Evropës dhe se gjithçka është transparente. Ajo ka shtuar se numri furnizuesve dhe konkurenca mes tyre do të rritet në të mirë të konsumatorëve të sektorit të energjisë dhe të ekonomisë. Presidenti Vjosa Osmani në edicionin e 3 të forumit ndërkombëtar për gratë dhe paqen e sigurinë ka bërë thirrje për paqe të përgjithshme në gjithë botën si e vetmja rrugdalje. Osmani ka bërë thirrje për paqe në mënyrë që të garantohet siguria për gratë dhe fëmijët nëpër botë. Duke nisur nga përjetimet e luftës në Kosovë, ajo ka përmendur se të njëjtat ngjarje po ndodhin sot në 10 vende të botës. Me këtë rast, Osmani ka ndarë medalje presidenciale për nënat e Srebrenicës. Sipas Osmanit, në Srebrenicë u masakruan më shumë se 8.000 burra e fëmijë nga forcat gjenocidiale të Miloševićit. Sipas saj, nënat nuk kanë një varr ku do t'i vajtojnë të dashurit e tyre. Mirë po, pavarësisht saj dhimbjet pafund, nënat e Srebrenicës, njësoj si shumë nënat e Kosovës, kanë vendosur ta ngrenë zërin, ka thënë Osmani. Ndërkaq përfaqësuesja e nënave të Srebrenicës ka thënë se kanë paraqitur të vërtetën para botës. Kemi luftuar për rezoluta në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara që është më me rëndësi që gjenocidi të mbahet mend. Nëse ka mbetur pa birin tim, nuk ka mbetur pa krenari. I kemi hapur sytë e gjithë botës ndaj dignitetit tonë njerëzor, ka thënë ajo. Organizata Handikos ka kërkuar veprim urgjent nga SHSKUK-ja dhe Ministria e Shëndetësisë për procesin e shpërndarjes së pajisjeve ndihmëse për personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Koha ditë më parë ka raportuar se personat me paralizë ende nuk kanë marrë asnjë nga 4250 pajisjet që për ta i ka kontraktuar SHSKUK-ja. Produkte që përfshin karroca speciale për fëmijë, karroca elektrike, karroca tualeti, lloje të ndryshme të patericave, tavolina ushqimi, ashensor elektrik për pacient, shtretër elektrik e jastëk e dyshek antidekubitues nuk u shpërndan ndonse janë bërë gati një vit prej kur është lidhur kontrata në vlerë prej 6 milion eurosh. Handikos në komunikatën për media ka shprehur shqetësimin e thellë lidhur me vonesat në shpërndarjen e pajisjeve, edhe pse thonë se procesi është mbështetur me vendime konkrete institucionale dhe buxhet të ndarë nga qeveria e Kosovës. Handikos vlerëson se veçanërisht shqetësues është fakti se një pjesë e këtyre pajisjeve kanë afat të kufizuar përdorimi dhe ekziston rreziku që ato të dëmtohen ose të bëhen të papërdorshme nëse nuk shpërndahen në kohë.
15 persona që dyshohen për veprat penale lëshimi qeqeve pa mbulesë ose tërme dhe keshpërdorimi kartelave të bankës apo kreditit dhe mashtrim kompjuterik janë arrestuar në kuadër të një aksioni të përbashkët mes prokurorisë e policisë në Gjilan. Sipas prokurorisë, ata dyshohen se gjatë periudhës kohore janar-tetor 2024 në komunën e Vitis në bashkëpunim dhe në marrëveshje paraprake në mesveti kanë vepruar në mënyrë të organizuar me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, duke ndërhyrë në funksionimin e sistemit kompjuterik të një institucioni bankar. Nga hetimet paraprake dyshohet se të pandehurit kanë shfrytzuar hapësirën kohore prej 15 sekondësh gjatë sinkronizimit ndërmjet transaksioneve të e-banking dhe ATM-ve për tërheqjen e shumave të ndryshme të parave nga Raiffeisen Bank, duke shkaktuar dëm material në shumën prej 186.000 eurosh përmes mashtrimit dhe ndërhyrjes në sistemin kompjuterik të bankës, thuhet në njoftim. Të gjitha arrestuarit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Po ashtu prokuroria pas ndalimit të dyshuarve thuhet se do të paraqes kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj tyre. Zëvendës kryeministri në detyri Kosovës Besnik Bislimi ka qëndruar sot në Bruksel për takime në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Sipas zëvendësit e BE-s, ai në takim me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Peter Sorensen. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi pas takimit të mbajtur të hënën në Bruksel me të dërguarin e dialogut Sorensen ka thënë se ishte paraparë që sot të mbajë një takim trilateral, por ekipi i Serbisë ka hasur në vonesa për arritjen në Bruksel. Për herë të parë prej kur Peter Sorensen është emëruar si i dërguar i posaçëm për dialog, në Bruksel janë ftuar kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për takime. Por sot takim ka pasur vetëm Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i parë në detyrë, pasi që sipas burimeve të BE-s, Petković, përfaqësuesi i Serbisë, nuk ka qenë në gjendje që të vijë sot në Bruksel për shkak të disa komplikimeve në udhtim. Takimi sotëm është i pari prej kur Sorensen nga Llajçaku ka marrë detyrën e të dërguarit për dialog dhe në këtë takim janë diskutuar disa tema. Kemi rastin e menaxhimit të integruar të kufirit, ku ka mëngjesat të mëdha nga ana e Serbisë, si në përmbushjen e obligimeve të tyre për shembull në 3 pika kufitare që ata të ndërtojnë, ose në përgjigje ndaj propozimeve tona që në Bujanovc, për shembull në Dobrosin, Luhavca dhe Breznica të hapën pika sezonale të cilët gjatë kohës kur ka shumë bolltar që kthehen në negativë spora, po edhe problemet që kanë në këtë fushë me luajtjen e certifikatave fitosanitare. Falem edhe për fushatën dezinformuese që Serbia ka nisur në shumë fronte me qëllim të dezinformimit të partnerëve ndërkombëtar, por edhe mbajtjes së lartë të presionit tek qytetarët serb në Kosovë. Bislimi u përgjigj edhe në pyetjen se sa kanë kuptim takimet në kuadër të dialogut në rrethanat ekzistuese politike në Kosovë. Natyrisht se ka vështirësi për arsye se nuk mund bëhet takime të nivelit të lartë, por megjithatë janë disa tema ku Kosova mund të përfitojë nëse ka konstruktivitet apo çështje konstruktive nga ana e Serbisë, edhe mendoj që do të ishte në rregull nëse ne i humbim këtë shanse për shkak se në Prishtinë ka pengesa në konstruktivimin e kuvendit. Burimet e BE-s thonë se nesër Petersen do të ketë takime edhe me delegacionin e Serbisë, ndërkohë që në BE vazhdojnë të pohojnë se të dyja palët duhet të zbatojnë të gjitha obligimet nga dialogu, ndërkaq përmirësimi i raporteve është kusht për të dyja palët edhe për avancimin e rrugtimit të tyre evropian. Për këtë vënë nga Brukseli, Augustin Palokaj. Antari